se... Për ato KGBC ka marrë këtë aktivitet me ndihmu, me avoku, me promovu praktikat e një ndërtimit më të mirë fill qëndru. Shtetet në Bashkimin Evropian dhe shtetet me bumë në sektorin e ndërtimeve kanë ligje specifike për llogaritë depozituese për sektorin e ndërtimeve. Mirë se erdhët në podcastin e tretë të Kosova Green Future. Sot do të flasim për një temë mjaft shqetësuese në sektorin e ndërtimit. E keni pa që shpeshherë njerëzit i lëshojnë pronat e tyre, shtëpijat e tyre për ndërtime të larta. Dhe shpeshherë ka ndodhur që ai ndërtim nuk është realizuar i kompletuar, por ka mbetur në gjys. Njerëzit kanë marrë shtëpia me qira ose banesa me qira për të jetu. Njëkohësisht edhe shumë blerës, sapo e kanë pa grupën që është hap, kanë shku janë ofru edhe kanë dhënë një paradhënie për ta rezervu banesën e tyre. Mirë, po çka ndodh? Pas një periudhe, investitori ose bankroton, ose ka probleme financiare, ose keq menaxhim, dhe objekti i pretenduar nuk realizohet, dhe mbetet si një gërmadh në atë hapësirën ku ka pas më ndërtu. Çka të bëjnë këta banorë të shkret? Këta as qira nuk e paguajnë, nuk mujnë me pagu, kanë mbetë pa shtëpitë e tyre dhe kanë mbetur në nënmëshirën e fatit të tyre. Çfarë probleme po krijohen? Përveç problemeve ekonomike po krijohen edhe probleme sociale. Praktikisht ka edhe probleme ligjore. Prandaj sot për këtë temë e kemi një mysafir special, ose më mirë me thonë një mysafir i cili merret pikërisht me këtë çështje. Është një avokat, njëkohësisht është edhe nënkryetari i Këshillit të Ndërtimit të Gjelbërt. Me mua është zotëri Ekrem Hoxha, avokat. Mirë se erdhe zotëri Ekrem. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën, për gëzime për serinë e podcasteve të qelluara me tematika shumë të dobishme dhe të nevojshme për kohën dhe për misionin e Këshillit Ndërtimit të Gjelbërt të Kosovës. Shumë faleminderit, është një kënaqësi që të kemi ty sot, po edhe je inicuesi i kësaj teme. E ke bë para 2 ditë një postim shumë interesant dhe menjëherë si temë e vlerësova që është shumë e rëndësishme për audiencën, sepse shumë njerëz janë në hall, e kanë këtë problem. Dhe si duket askush nuk është marrë seriozisht me këtë temë. Dhe a mundesh më ne përshkruaj këtë situatën kur projektet ndërtimore ngecin, ashtu që i përshkruajta. E bojnë një marrëveshje dikun te noteri, e fillojnë gjysmë edhe mbesin, investitori humbet dhe banorët mbesin si gusat mjegëll që thojnë. Dhe ata kërkojnë një shpëtim, duhet më orientu dikun në baza ligjore që shmi ndjek hapat. Kretë kemi ndëgju për kësi rast, edhe unë kom ndëgju, që njerëzit me vitet të tana mbesin pa adresim të mirëfill të kësaj çështje. A mundëm ne përshkru në pikat shkurta, si ndodh kjo dukuri? Po, faleminderit Farosh. Është vërtet se si në profesionin tonë si avokat, por edhe në përditshmërinë tonë si qytetar, hasmi në numra shumë të lartë të problemeve nga qytetarët individët, si blerës të banesave apo apartamenteve në Kosovë. Arsyet janë të shumta dhe dihet se një marrëdhënie juridike kontraktuale i rregullon shumicën e gjërave mes këtë rastësisë dhe blerësit në perspektivë, por kuadri ligjor në vendin tonë ende fatkeqësisht nuk është i kompletuar dhe nuk po e mundson mbrojtjen e të drejtave të blerësve në krahasim me vende tjera, dhe këto probleme në raste individuale pa përjashtim kur marrin rrugën pranë organeve gjyqësore zgjasin me vite, 5 deri në 7 vite mesatare, që është një periudhë shumë e gjatë për të arritur deri te një zgjidhje. Dihet se sigurimi i drejtës së banimit është një drejtë elementare për çdo familje dhe qytetarët kanë nevojë edhe pas tranzicionit, pas luftës së fundit në trendin bashkëkohor për krijimin e mundësive të banimit, kanë ato pak kursime që i kanë pasur, kanë synuar të sigurojnë një banesë apo një shtëpi, dhe nuk janë kujdesur mjaftueshëm për të shikuar çështjet ligjore, dhe kanë synuar vetëm çmimin, broshurat, informacionin edhe nga investitori,
por nuk me siguru një kulm. Me siguru një Se ka qenë emergjent. si nevojë emergjente dhe nevojë elementare për çdo familje tonë. Por problemet po lindin e thash për shumë arsye, po disa nga arsyet mi përmbledhe në tematikën që kemi sot për trajtim është se ndërtimi në nivel të ekonomisë kosovare merr pjesë diku me 28% sipas statistikave zyrtare të enjtit të statistikave, pra është një prej sektorëve më dinamik dhe i ka shërby kërkesës së madhe për njësi banuese dhe shumica investitorëve, edhe pse sot kemi ndërtues shumë serioze, firma shumë të mira. Absolutisht. Kjo temë nuk është kundra atyre që janë serioz, që kanë kapital të mjaftueshëm, që i rrin mrapa klientëve të vet, nuk po flasim. Po flasim si një dukuri në mesin e këtë kësaj pikture, i kemi edhe këto probleme që ballafaqohen qytetarët. Kjo fotografia e përgjithshme në sektorin pas 20 e sa viteve, ka kompanitë me standarde shumë të larta, të cilat me të vërtetë i rrin afër blerësve dhe konsumatorëve tyre besnik dhe janë për të përgëzuar arritjet e tyre, po prapse investitorët e vegjël që bëjnë ta quaj marrëveshje me pronarët e tokave, me mobilizojnë fonde me forma ndryshme partnerë. Ai quan të guximshëm këta njerëz që falë që po ndërhyj, po unë kam pa raste shpesh herë që janë bë, dikush 50.000, dikush 50.000, i kanë bën 150.000 euro, edhe i kanë pas parë veç me çel grupën. Në momentin kur e kanë hap grupën, janë afruar njerëzit, kanë blerë. Pjesën tjetër ndërtimit e kanë dhënë me kompenzim. Mirë po, s'kan pas menaxhim të mirëfillt, edhe për ato kanë ngecë objektet, i ka marrë në qafë që thojmë na qytetarët, banorë që i kanë lëshu. Sakt. Kjo laramania, fotografia përgjithshme e ndërtuesve, sektorit privat në sektorin e ndërtimeve, deri më tani është dominu nga investitorë të vegjël, që kanë mobilizu fonde në kompenzime, marrë parapagim nga blerësit individual dhe ashtu kanë fillu. Edhe s'kan pas, në falë që për ndërhyj shpesh, s'kan pas njohuri rreth ndërtimit. Po veç ka një që nëse ndërtojna është fitimi i madh. Sakt. Tash duhet mi përgëzu ata për guximin, për iniciativën, por nuk mjafton guximi dhe iniciativa për ta siguruar një blerës individual i cili kursimet e tij të jetës i fut në një investim të pasigurt. Ose edhe pasuninë e vet, shtëpinë e vet, pelshon ai, peshkatërron, prishkit shtëpinë ai po del me një vend me. Tash ky mozaiku ligjor të ne është duke konsoliduar, në veçanti me futjen e sistemit notarial të ne, ka vendosur një rregull dhe një standard të mirë, po prapse kjo po dëshmon që është e pamjaftueshme për të ofruar mbrojtje të domosdoshme dhe të mjaftueshme për vlerësit individual. Se çka ndodh me konkretizu konkret. Ka në gjykatat tona dhe ne si zyre avokatisë kemi me 10 ralant ku investitorët vonesat janë tipike. Nuk ka kontratë që nuk ka vonesa, e para. Aty fillon shkelja e parë dhe dëmtimi të drejtave dhe interesave të blerësve individual. Problemi i dytë është ndalesat për arsye nga më të ndryshmet dhe mosdhënia e llogaridhënies ndaj blerësit individual, se ajo është palë kontraktore për të. Dhe e treta, rastet më të rënda, që nuk janë të pakta fatkeqësisht, bllokimi total apo bankroti investitorët dhe zhdukja nga evidenca për kontakt bile. Po ikin jashtë shtetit, po ikin, morë edhe jashtë vendit, po ikin. Ka shumë raste kur qytetari dhe blerësi, kontraktuesin, këtë rast edhe pse ka kontratë notariale, nuk ka adresë ku mu drejtu. Shteti është i pafuqishëm me legislacionin aktual për t'i dalë në ndihmë direkte qytetarit dhe natyrisht në një rrethon tillë dhe këshilla jonë si avokat, po edhe këshilla e zyrtarëve të shtetit nëse i drejtohen për ndihmës, është inicion një kontest gjyqësor. Kontesti gjyqësor i ka procedurat, afatet e veta, është i kushtueshëm, është i lodhshëm dhe epilogu i sajna jo rrallëherë nuk ofron zgjidhje, për arsye se gjykatësi duhet me vendosë në bazë dokumentacion, nuk mund të vendosë në bazë rrethonave hipotetike se e kena pak edhe në tradit me bo marrëveshje në tavolin, kafe, edhe ato pasaj nuk po përkthehen në veprime konkrete juridike. Me një fjalë, avokat si shpesh për ndërhyj, po aja shkatron jetën një familje një veprim i tillë, ose aty në familjeve që blenë. Mon, paramendo, ata kanë kursyer që them herët, me vitet tona, e lëshojnë shtëpinë që kanë investu,
tan jetën baba ose vet, edhe për një moment ai po jetë jashtë këtij biznisi, pa shtëpi, pa banesë, pa kur gjë dhe me një fjalë pja shkatron jetën. E saktë, fatkeqësisht përveç dëmtimit në realizimin e të drejtës kontraktuale, dëmet janë shumë më të gjëra, janë familjare, sociale, shpirtërore, stresi dhe dëmi ekonomik financiar. Këto janë të parikuperueshme me çfarë do gjykimi që e fiton në gjykat, për arsye se stresin, mundin dhe pasojat sociale, familjare që shkaktohen ndër vite, janë të pariparueshme. Dhe kjo do të jetë edhe shqetësim edhe për shtetin. Pse për shtetin? Për arsye se qytetarët tanë do të gëzojnë mbrojtje institucionale. Si ofrohet mbrojtja institucionale përmes ligjeve të kompletuara dhe një mbikëqyrje më efikase ndaj investitorëve. Si vihet deri te mbikëqyrja më efikase e investitorëve, ka mekanizma dhe praktika që gjitha shtetet e rajonit, mos flasim në Evropë dhe në botë. Çi kanë zgjedh zotëri avokat vendet praktikat ndërkombëtare? Për shembull, çish i zgjidhin këto probleme ku ligjet i mbrojnë njerëzit që i parapagujnë banesat ose ata që e lëshojnë tokën pronën e vet për të ndërtu. Çishim a ki ndaj paralele, a mundesh me tërheq me vendet ndërkombëtare? Po, që po shkomi në region, për shembull, shteti i Kroacisë, një shtet pak a shumë një histori si e Jonja, po definitivisht më të avancuar në çdo aspekt dhe anëtare tashmë të BE-s, ata kanë mekanizma shtesë në ligjin e ndërtimit dhe legjislacionin sekondar, ku e mbikëqyrin transaksionet në çdo fazë të marrëdhënies kontraktuale. Për shembull, si një sistem i mirë rregulluar. Shtetet në Bashkimin Evropian dhe shtetet me bumë në sektorin e ndërtimeve kanë ligje specifike për llogaritë depozituese për sektorin e ndërtimeve. Çka i bie kjo në terma konkret? I bie ta zëmë një investitor që planifikon të marrë leje ndërtimi për një blok banesor apo disa bloqe banesore, duhet gjatë procesit të marrjes së lejes dhe procedurave që parashifen në këtë sektor, duhet të arrijë marrëveshje me bankat, institucionet e licencuar nga banka qendrore për krijimin e llogarive escrow thirrën anglisht apo llogari rezervë depozituese. Po, ku vetëm pas marrjes së lejes së ndërtimit i jepet e drejta ligjore dhe kontraktuale të lidh marrëveshje individuale me vlerësit perspektiv, kundrejt kushteve që lirisht i negocion në ekonominë e lirë të tregut, me çmimet, me të gjitha parametrat e një kontrate shitblerjes banesës, por dallimi qëndron se ato mjete, ta zëmin nëse njësia banesore kushton 100.000 euro dhe vlerësi i ka mjetet e kursyra dhe për të arritur një çmim më të favorshëm ekonomik mund të parapaguajë një vlerë 50% apo më shumë, ajo vlerë financiare depozitohet në atë llogarinë rezervë. Dhe ajo kompania investitori ndërtuesi mund t'i merr ato mjete me faza, vetëm pasi ta merr pëlqimin nga inxhinieri, nga arkitekti, kundrejt fazave të parapara në leje ndërtimore, ta zomin qofse bodrumet apo si asi, mirët pëlqimi nga inxhinieri dhe arkitekti se është kryer konform projektit dhe standardeve të aplikueshme në sektorin, ai mund ta tërheq 20% ta marrë një shembull nëse bodrumi merr pjesë me 20% në vlerën investive, vetëm 20% nga parapagimi që ka qenë dhe pjesa tjetër mbetet ende kundrejt progreset në faza. Çka ndodh tutje, organet e shtetit me ligj e caktuara dhe bankat me autorizimin e agjentit, se caktohet një agent i autorizuar për menaxhimin e këtyre fondeve, në qoftë se investitori për rrethana këtë tjera konstaton se investitori ka përdor paret e vlerësit në njësinë A ta zonë që ka para pa për e ka bë kontratën, në ndërkohë ai fillon një projekt B, ta quajë dhe i përdor paret ase nuk mund t'i përdor. Kjo është kufizimi i parë. Pra janë të destinuara për projekt. Dhe e dyta, nëse për arsye të jashtme vjen të dëni krizë financiare, investitori apo bankroti, falimentimi, atëherë institucioni shtetëror e reimburson vlerësin në tërë shumën
e mbetur në llogarinë e escrow dhe penalitetet aktivizohen me automatizëm dhe nuk do të marrëdhënie plotësuese investitor, organ shtetëror apo blerës për ta rregulluar këtë çështje, por me kontratën që bëhet rregullohen gjitha këto parametra. Këto janë standarde, për shembull Dubai që nifet për bumin e ndërtimeve në Emiratet e Bashkuara e ka rregulluar se dhe ata e kanë pas një krizë të ngjashme si Kosova, që po ballafaqohet në vitet 2008-2011, dhe çka ka bë shteti atje, e ka miratuar ligjin për llogaritë escrow, dhe sot tash 15 vite mbrapa, Dubai mirret si model për shumicën e vendeve të botës për sektorin e ndërtimeve dhe me siguru të drejtat e blerësve individual, dhe kjo natyrisht, me qenë se e tha dhe në fillim me të drejtë, një adaptimi një legjislacionit të tillë apo një praktike të tillë nuk i shkon në dëm të investitorëve, biznise, përkundrazi, e rrit sigurinë juridike, e pastron konkurrencën, mos ta quaj jo lojale, po konkurrencë ad hoc, që paraqiten hyrje të reja me para të blerësve individual, pra sektori i ndërtimit konsolidohet, mbesi në treg investitor serioz. Dhe blerësit i rritet siguria për të investuar në patundshmëri. Se jemi dëshmitar që Kosova ndër vite dhe sot vazhdon ky trend, investime në patundshmëri është një vlerë e mirë për rikthimin e paras, është një investim i mirë për arsye se çmimet e patundshmërive në Kosovë ende kanë trend rrëc dhe pritet të kenë një trend rrëc. Por siguria mungon aktualisht. Shumë mirë. Më bani shumë përshtypje sa bukur e përshkruajtë këtë çështje garanton shteti investimin e këtyre ndërtimeve, po edhe ideja jote ka qenë që përmes Këshillit Ndërtimit Gjelbër, na bashkarisht me avoku këtë ligj, me bë si propozim të institucionet tona që një ligj i tillë le të mirët pas me të gatshme ligjet në Kroaci, në vendet evropiane, pse mos me adaptu atë ligj edhe me apliku në vendin tonë mënyrë që mi mbrojt këta njerëz, mi mbrojt qytetarët prej këtyre investitorëve jo serioz. A mundina përmes KGBC-s, Kosovo Green Building Council, me shty përpara me avoku këtë formë, këtë ligj në mënyrë që mi mbrojt qytetarët tonë? E tha shumë mirë, ndërtimi i qëndrueshëm nuk është vetëm energjia apo materiale të qëndrueshme, por është mbi gjitha siguri juridike, pra siguri kontraktuale, siguri ligjore, siguri financiare dhe siguri sociale, për të eliminuar gjitha ato shqetësime që i përmendëm më herët. Tani KGBC-ja me misionin e saj e ka dhe avokimin dhe asistencën ndaj akterëve me pesh, institucione shtetërore, odat e inxhinierëve, odat e arkitektëve dhe gjitha organizatat profesionale, por edhe komunitetin e gjerë përmes vetëdijsimit. Dhe pikërisht në këtë mandat të Këshillit të Ndërtimeve të Gjelbër të Kosovës, e tha se praktikat ekzistojnë dhe adaptimi për vetësimin e legjislacionit të tillë i shkon në favor edhe investitorëve ndërtuesve, pra sektorit privat, më shumë qytetarëve për të rritur sigurinë e tyre juridike dhe për të stabilizuar tregun e patundshmërive dhe ndërtimeve në Kosovë. Dhe natyrisht se ne si Këshilli i Ndërtimeve të Gjelbër të Kosovës do ndërmarrim nisma dhe do i propozojmë mos thon projekt ligje, po koncept nota të cilat do i dërgojmë te institucionet përgjegjëse për të shikuar modelin më të përshtatshëm për Kosovën. As mos të bërë pengesë në perceptim, se nuk është pengesë, por në perceptim investitorëve, por mbi të gjitha t'i dalë në ndihmë qytetarëve që paron cilën e destinojnë për blerjen e një banese apo për dhënien e një prone për ndërtim të përbashkët, t'i kenë gjithë mekanizmat ligjor në start të konsoliduar dhe mos të kenë shqetësime se çka do ndodh me shëndet, me ndërmarrjen, faktor krizat financiare, di që sektori bankar në Kosovë ende nuk e trajton me mbështetje të mjaftueshme sektorin e ndërtimit për shkak se vetë operatorët e ndërtimeve fatkeqësisht ende punojnë jo në mënyrë me standarde
Dhe natyrisht Për ato KGBC ka marrë këtë aktivitet me ndihmu, me avoku, me promovu praktikat e një ndërtimit më të mirë fill qëndrueshëm dhe jena me fat Kosova Green Building Council ose Këshilli i Ndërtimit Gjelbër që kemi një nënkryetar dhe një avokat që me të vërtetë si ty i qetë në këto tema që në shoqërinë tonë përfliten shumë, po institucionalisht, ose të paktën une, as në media nuk më ka ra me ndëgju që u diskutu si tem që është një shqetësim shumë i madh i familjarëve, i njerëzve që blejnë banesa, aty në qilshojnë banesat. Por për fund, qyshe kishe përmbledh këtë farë bisedën e sotme që mi u met në kujtes edhe njëherë këtë ata që na kanë përcjell në këtë podcast, edhe çka kishe mi u thonë, të paktën me përfitu ata njerëz, atyne që ju ka ndodhë kjo, do më thonë që i kanë lëshu shtëpinë, e kanë ble banesën edhe sot nuk e gëzojnë, edhe atyne që nesër janë potencial persona që mujnë me ble një banesë edhe mos me gëzu nesër për arsye të mos menaxhimit mirëfillt të ndërtuesit. Po, porosia kryesore dhe përmbledhur shkon në dy drejtime. Para është që investitorët natyrisht duke u nënshtruar rregullave të tregut dhe konkurrencës, t'i avancojnë standardet e ndërtimit, duke i apliku praktikat e gjelbëra dhe të qëndrueshme e para, dhe duke i aplikuar këto standarde të mira dhe të kohës, cilat e rrisin në vlerën edhe në aspektin ekonomik për investimin e tyre që ofrojnë në treg, ata duhet të aplikojnë edhe standardet e mirë menaxhimit financiar të parasë marrë në besim nga vlerësi individual. Kjo është një porosi ta quaj edhe popullore, edhe praktike, por edhe institucionale. Ndërsa për vlerësit individual, mos ta ndjekim vetëm informacionin nga reklamat, nga broshurat, nga referimet e miqve se ndëgjova këto kom gjetë një çmim të mirë, po të jenë më vigjilent, të jenë më të angazhuar kur të bëjnë kontratën. Nuk mjafton të thotë të joshet apo të bindet se siguria juridike buron nga akti notarial. Se notarët me të drejtojnë akti notarial është i direkt i përmbarueshëm. Po është direkt i përmbarueshëm, por procedura gjyqësore mesatare, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Evropë për konteste civile zgjat 5 vjet deri në 7 vite. Tash deri në një epilog, në një procesi gjyqësor, janë pasojat në shëndet, janë pasojat sociale, pasojat familjar dhe mbi gjitha dëmi financiar. Dhe ekipi këpytje se a mund të realizojsh drejtën tënde kontraktuale për shkak pakujdesis që e ki pas në start. Pra të rrisin vigjilencën, të kontraktojnë kontrata të dyanshme, jo vetëm duke i përcaktuar afatet e pagesa që i propozon investitori, dhe ti me moment se a mund t'i bëjsh parat, por njëkohësisht t'i lypësh edhe penalitetet kontraktuale. Nëse ndodh kjo, kjo e para. Porosia e tretë është për institucionet. Është koha e duhur që për afrimin me standardet ndërkombëtare në sektorin e fjalë të ndërtimeve, të parashef në ligjin e ndërtimeve, qoftë si amandamentim ose ligji veçantë, si ka praktika të shumta, të bëhet ligji për llogaritë depozituese, escrow accounts që thirren, dhe me këtë ligj shteti e kryen detyrën e vet për t'i dhënë ndihmë mbrojtje qytetarëve dhe vlerësve individual dhe arrin shumë efekte strukturore. Pra nuk është një ndikim individual, po është strukturor në nivel të tregut dhe në nivel vendi. Kur të rregullohet kjo, qytetari ka sigurinë maksimale për paranë e vet të investuar se do e realizoj qoftë marrjen e pronës brenda afateve kontraktuar, qoftë rikthimin e vlerës së parës së humbur nga dështimi i investitorit. Kjo është domosdoshmëri, po them për t'i evituar të lashet që i përmenden në fillim se janë shumë të mëdha. Ne nuk po domi me tingëllu tani si avokat se duhet bëhet kjo me bo marketing, por jemi mundu me qenë neutral dhe me dhënë këshilla të drejta për gjithë aktorët e kyçur në këtë proces. Pikërisht, dhone pajtoj me këtë që e the, ne nuk jemi kundër ndërtuesve, përkundrazi na i respektojmë se
unë personalisht bashkëpunoj edhe me kompani shumë serioze ndërtuese, por ne po flasim për këto elementet që e destabilizojnë tregun edhe me një farë forme krijojnë si probleme në tregun e ndërtimit. Unë të falenderoj shumë për gjitha këto këshilla. Unë besoj që do t'jemi prapë me ndonjë temë tjetër në podcastin e Kosova Green Building Council. Kjo është shtëpia jote po ashtu. Dhe gjithashtu i falenderoj shumë edhe shikuesit, dëgjuesit, ata që na kanë përcjell. Shpresoj që sadopak kanë marrë disa këshilla, disa udhëzime profesionale nga avokati Ekrem Hoxha, i cili ka një eksperiencë tepër të madhe, sidomos në sektorin e avokatisë, dhe ky i cili e ka ngrit këtë temë për arsye se shumë klientë, shumë njerëz janë ankuar dhe këtë çështje po don me adresu në institucionet më të larta për mi mbrojt drejtën e qytetarëve të cilët blejnë banesë edhe ata që i lëshojnë pronat e veta për ndërtim të lartë. Deri në podcastin e ardhshëm, mirupafshim.